Nëse zgjohemi disa minuta pa lind dielli, 10 ose 5 minuta përpara, a lejohet falja sabahut? Gjithsesi që lejohet edhe obligohet edhe dush mos me prit me lind dielli, mi gra shpejt e shpejt më fal. Ku thon shpejt e shpejt nuk do të thonë me fal pa i kry obligimet, pa nejt në kam, pa lexu elhamin edhe para në ruku që duhet, para në sejdë që duhet. Nuk ka ky qëllimi. Por qëllimi është që mos thuj atë presa çka të bëhet të bëj çu me abdes, graj do të thonë tu i kry obligimet, normal tu i la që duhet pjesët e trupit, edhe hin bismillah. Leje sunetin, njerë mëse fal, hyn farz. Hyn farz. Sa do që nëzë, një reqat farzin, në regull je. Edhe pësa të lind dielli, vazhdoj e fale farzin, pastaj, masi ta kry, ndash prit dhe sa të lind dielli taman, e fal sunetin, ndash fale sunetin me njëherë. Ka djetarë që lejoj një gjatë të tillë. Pra, 5 minuta ose 10 minuta, janë mjaftueshme që ti mos më elon pa fal, bile s'paku pa nis farzin me fal.